Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë? Zoti është kështjella e jetës ime, nga kush do të kem frikë? Psalmi 27:1. Po sikur t'ju thoja se personi më i rrezikshëm në tokë është dikush që nuk ka më frikë. Mbreti David, një njeri i ndjekur, i tradhtuar, i rrethuar nga armiq, ngres zërin tek Psalmi 27:1 dhe thotë: Zoti është drita ime dhe shpëtimi im, nga kush do të kem frikë? Zoti është fortesa e jetës sime, nga kush do të kem frikë? Fjala dritë në hebraisht është or, fjala e parë që Perëndia tha në krijim, u bëf dritë. Davidi po thotë, i njëjti Perëndi që ndau errësirën në agim të kohës, po ndriçon rrugën time sot. Fjala fortësia në hebraisht, maoz, ishte një fortesë ushtarake e gdhëndur në shkëmbë të fortë, pa deportueshme, pa lëvizshme. Ky është Perëndia juaj. Frika ka fuqi vetëm kur harroni se kush jeton brenda jush. Pali e tha këtë tek Romakët 8:31. Nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Jezusi e tha këtë te Gjoni 8:12. Unë jam drita e botës, kushdo që më ndjek mua, nuk do të ecë kurrë në errësirë. Pra, çfarëdo stuhie që po kaloni tani, çfarëdo zëri frike që po përtet emrin tuaj, hapni gojën dhe shpallni: Zoti është drita ime, Zoti është shpëtimi im, Zoti është fortesa ime, unë nuk do të kem frikë. Nëse e besoni, nëse e pranoni sot, dikush thot amen.